Shtypi grek shkruan sot se Alexis Tsipras po përgatit një paketë masash prej 12 miliardë eurosh për kreditorët, e zbulon edhe ndonjë detaj të vogël nga propozimet e reja që do të hedhë në tryezën e negociatave në Bruksel, shefi i ekzekutivit grek. Ndërto, është dhe një rritje e tatimit mbi vlerën e shtuar, si dhe një shtim i taksave mbi bizneset në 28% nga 26% që u mendua fillimisht. E përditshmja Kathimerini e përshkruan vlerën e paketës 2 vjeçare të reformave si më të lartë nga sa parashikohej. Një përpjekje serioze siç duket kjo për të shmangur një tjetër zhytje në krizë të thellë pas muajsh të tërë diskutimesh me kreditorët. Gazeta e Naft Temporiki hyn më në hollësi të propozimeve që përfshin sipas saj shtimin e TVSH-s mbi mallrat e luksit nga 10 në 13%, shtimin e TVSH-s mbi produktet ushqimore, restorantet, transportet dhe disa shërbime sanitare të ofruara nga sektori privat, në nivelin 23% nga 13% që ishte deri tani. Edhe TVSH-ja për hotelet do të shkojë nga 6.5 në 13%. Ishujt grek ndërkohë duket se do të vazhdojnë të përfitojnë favorizime fiskale, të cilat huadhënësit ndërkombëtar do të donin të shihnin të fshira. E ndërsa të gjithë presin të mësojnë këto ditë se çfarë rrjedhë do të marrë situata e Greqisë, ekspertët duken të ndarë për sa i takon pasojave që do të kishte dalja e saj nga eurozona. Artikulli më i fundit redaksional i gazetës Wall Street Journal i bënte thirrje kancelares Angela Merkel dhe liderëve të tjerë europian të mos dorëzohen përpara apeleve për reduktimin e borxhit grek, edhe nëse pasojat afatshkurtra do të jenë të rënda. Artikulli e cilësonte kërkesën e Athinës për të kurrje të borxhit si një shantazh politik. E thotë se po u lëkun tani Europa përpara presionit grek, mund të minohen ndryshimet ekonomike që janë të domosdoshme si për Greqinë vetë ashtu edhe për vende të tjera. Ndërsa Stefani Flanders e kompanisë JP Morgan parashikon që kriza do të trazojë tregjet europiane dhe mund të ketë ndikime afatgjata politike për të gjithë kontinentin e vjetër. Megjithatë, nëse politikanët marrin masa për të frenuar përhapjen e problemit, shprehet ajo, ka shanse për të mos lejuar që kriza të pengojë rimëkëmbjen ekonomike të Europës.